Mirë, ndoqëm një pjesë nga takimi Kryesocialistit Rama me elektoratin në Patos, premtimet, por edhe thirrjen që ai bëri për të marrë pjesë masivisht në zgjedhjet e 11 majit. Kujtojmë se premtimi kryesor ka qenë pasaporta europiane në një mandat të 4 të qeverisës, siç synojnë socialistët për zgjedhjet e 11 majit. Ndërkohë, në këto momente, ne do të zhvendosemi në Greqi, do të diskutojmë për një zhvillim, një skandal në fakt që ka prekur policinë atje, është zbuluar se një oficere policie rrugore ka dyshime se pasi hiqte uniformën e punës, si efektive, ajo ka ushtruar madje edhe profesionin duke u angazhuar si eskort në Dubai, por jo vetëm. Diskutojmë për këtë zhvillim, do të kemi në një lidhje direkte gazetarin Edmond Guri. Edmond, përshëndetje. Edmond, përshëndetje, dëgjojeni? Po. Atëherë, unë shkurtimisht përcolla këtë rast skandalit të zbuluar, janë dyshime apo tashmë është konfirmuar që oficerja e policisë ishte një jetë të dyfisht? Kam një shkëputje, një defektit me zëri, lutem, më vjen shumë me shkëputje zëri, nuk... Mirë, pas pak do t'jemi ndërkohë regjia do të përpiqet të bëjë një tjetër lidhje me kolegun Guri në Greqi për të diskutuar mbi këtë rast. Në fakt, sipas informacioneve bëhet fjalë për një oficere policie rrugore në Greqi e cila punon në departamentin e drejtorisë rrugore të Pireut. Po ashtu nga ana tjetër është raportuar se kjo efektive tashmë pas shumë ankesave dhe denoncimeve është zbuluar se jeta e saj merr shumë ngjyrim roz pikërisht pasi heq uniformën e policisë. Dyshohet se ka punuar në Dubai, po ashtu në Atik si punonjëse seksi me pagesë. Nuk di nëse e kam gazetarin Gurin në këto momente dhe arrim të dëgjojmë për të diskutuar mbi këtë zhvillim, mbi këtë skandal që ka përfshirë strukturën e policisë. Edmond, përshëndetje sërish, dëgjojmë apo jo këtë radhë? Përshëndetje nga Athena, dëgjojmë shumë mirë. Sigurisht, në transmetime të drejtë për drejta ndodhin edhe episode të tilla, rëndësi ka që u sistemua linja. Ka një reagim zyrtar, është tashmë e konfirmuar? Po, kemi të bëjmë edhe një histori tjetër e cila prek atë skandalin roz të policisë greke, ku një oficere, e cila, siç të paktën në bazë të reportazheve dhe hetimit të brendshëm që po zhvillohet, rezulton të themi problematike për vetë faktin se përveç faktit se ka qenë person i cili ka udhëtuar shpesh në Dubai dhe ka marrë pjesë në eskorta apo në pjesë të cilat i përkasin kronikës roz, ajo që ka qenë shqetësuese dhe ka bërë të njohur tashmë në mediat greke është fakti sepse duke u kthyer në Greqi apo duke përshëtuar në Greqi, ajo ka qenë se them duke patur raporte me meshkuj të ndryshëm apo me biznesmen të ndryshëm, më pas ka shantazhuar duke kërkuar prej tyre shuma të mëdha, qoftë për si eskort, pra shoqëruese, apo qoftë edhe nga fakti që ushtronte shantazh ndaj tyre për të përfituar ekonomikisht. Gjë e cila bëri që njëri prej tyre të bënte një reagim në media, mas mediave të bënte një denoncim në polici, më pas ka ardhur reagimi i saj duke dërguar avokatë duke kërcënuar me denoncime dhe prej 2 ditësh, 3 ditësh kemi të gjitha këto zhvillime dhe një hetim të brendshëm nga policia për të zbardhur gjithçka rreth personit fjalë apo aktivitetit saj apo aq më tepër shkelje ligjore që tashmë janë zyrtare. Oficeria deri në këtë fazë ka kundërshtuar në mënyrë kategorike, ndërkohë ka një masë disiplinore për momentin? Ka një hetim të brendshëm, është marrë një masë disiplinore ndaj saj, pritet zhvillimi i hetimeve, ndërkohë nga mediat flitet edhe për një video e cila është nuk është bërë ende publike, por flitet një video që qarkullon dhe i është dorëzuar policisë ku ajo shfaqet duke shantazhuar disa biznesmen në Greqi, për të cilëve u kërkonte përfitime monetare. Të gjitha këto pritet për të parë dhe për të zbardhur ditën e vijim që mendoj do të kemi të reja, sepse ka marrë përmasa shumë të mëdha si pjesë dhe në raste të tilla në Greqi, kur një lajm bëhet kaq mediatik dhe kaq merr përmasa të mëdha, patjetër që hetimet përshpejtohen dhe arrihet një konkluzion i cili do thotë ose nëse ka përgjegjësi të saj, ajo i drejtohet pastaj drejtësisë.
Ndërkohë, sa i përket të dyshimeve për shantazh të biznesmenve, a ka të tjerë të dyshuar si bashkëpunëtor të saj, pra efektiv kolegë të saj në këtë fazë? Kjo është një pyetje që nuk mund t'jam përgjigje për momentin sepse gjithë procesi është në hetim, por sipas dyshimeve të pakta nga reportazhet që kemi parë në media, ka bashkëpunëtor, madje mediat ka lënë të nënkuptohet që ajo është mbuluar nga eproret e saj dhe ka patur mbështetjen e tyre dhe ndaj ka vepruar jo vetëm në Dubai, por edhe në ishujt më të njohur të Greqisë apo si në Mykonos apo edhe në Greqi, presim, siç ta them më herët, hetimin i cili është dhënë me urdhër nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, nga vetë ministri dhe vetë prokuroria ka marrë një hetim të hapur ndaj saj dhe presim shumë shpejt të shikojmë rezultatet e këtij hetimi, sepse nuk është një denoncim, janë disa denoncime. Ajo vetë është e shqetësuar dhe ka kërcënuar mediat për kërkuar që mediat të tërheqin reportazhet, të gjitha këto reportazhe që janë në emër të saj, si pa të vërteta, por reagimi i saj duke dërguar disa kërkesa dhe kërcënuese si do të thonë në drejtësi ka bërë që mediat të nxjerrin më shumë materiale, më shumë lajme rreth saj dhe të kemi disa persona që kanë dëshmuar për mediat që janë ndjerë të kërcënuar apo kanë pasur raporte me persone të pra lidhje, jo detyrimisht të themi erotike apo intime, por ka pasur marrëdhënie biznesi dhe kanë pasur raporte me zonjën fjalë. Ndërkohë, ky investigim nga se ka marrë shkas? Investigimi ka dalë rastësisht nga një biznesmen i cili nuk ka planuar të paguajë 1.000 euro zonjës në fjalë, e cila më pas ka shkuar tek biznesi i tij dhe ka kërcënuar dhe nga ai moment ai është drejtuar një medio, i ka bërë një letër policisë, Drejtorisë Përgjithshme Rrugore të Greqisë, ka kërkuar informacion apo të merrë masa ndaj figurës në fjalë. Ajo, mbasi është informuar nga Drejtoria e Policisë për këtë ankimim, pra në letra e këtij biznesmeni, ka shkuar te biznesi i tij dhe ka kërcënuar dhe ka vazhduar pjesën e shantazhit që më pas është shumë fishuar se ka dalë shumë biznesmenë të tjerë të cilët kanë denoncuar ndaj saj. Ndërkohë, sa i përket të pjesës tjetër të hetimit që ajo angazhoi pasi hiqte uniformën e oficeres së